Po shumë hoxhallar thot më thojnë pra se i kanë bërë magji të familjes, si me vepru. Unë të këshilloj që me heq dorë një sahate më parë prej atij njeriu i cili pretendon se është hoxh dhe të thot me i shkput lidhjet farefisnore. Një sahate më parë. Hoxha nuk e di të fshehtën. Hoxha që është hoxh, lexon Kur'an, të mëson të bësh ndonjë lutje që transmetohet prej profetit alayhis salam dhe nuk thot që di të fshehtën apo ta gabo filani, ta gabo ky tjetri, dhe nuk është hoxha për të përça familjen. Islami, Allahu i lartësuar në Kur'an, na mëson se duhet me i rrit lidhjet farefisnore, jo me i shkput ato. Ajo që hoxha të orienton është me fal namaz, me lexu Kur'an, me bë lutje, me u lut Allahut të lartësuar. Ai që na ruan dhe na mbron është Zoti i gjithësisë. Lutju atij. Lexo Kur'an, lexo surën Fatiha, pra fryj vetes. Lexoj ajetin Kursi në mëngjes, lexoj ajetin Kursi në mbrëmje. Është shkak që Zoti i gjithësisë të ruaj dhe të mbroj prej shejtanëve. Ajeti Kursi është ky. Lexoje në mëngjes, lexoje në mbrëmje, lutë Zotin e gjithësisë, Allahu i lartësuar të ruan dhe të mbron. Le të mundohen gjithë magjistarët e dynjas. Nuk ka për të ndodhur vetëm sa ajo gjë që e ka shkruajti i Madhi Zot. Shërimin kush e ka në dorë? Allahu i lartësuar. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Dhe kur unë sëmurem, ai më shëron. Kështu që larg atyre të cilët pra thonë jo, ta ka bërë filani magjin, jo ta ka bërë kjo, nuk e di askush të fshehtën. Dhe shumë prej këtyre bëhen shkak pra që të shkputin lidhjet farefisnore. Ndoshta ai person që ky pra të thotë ty e ka bërë filani, ajo mund të jetë njeriu më i drejtë, që ti bim qaf kot, dhe nuk ka lidhje as me magjin as me gjë. Prandaj larg këtyre gjërave, Allahu i rujt.